Aeroportet e Edi Ramës janë më keq se djegësat e tij. Në një akt skandaloz të pa precedent, Edi Rama vendos që problemet midis dy partnerëve privat në aeroportin e Vlorës të zgjidhen jo si në gjithë botën me rrugën gjyqësore apo arbitrazhet, midis tyre pa patur asnjë implikacion për shtetin dhe takspaguesit, vendos të bëhet palë të prish kontratën me Pacollin. Prishja e kontratës me Pacollin nxjerr Edi Ramën dhe Lubin e tij lakuriq para shqiptarëve se ato janë aksionerë. Se Edi Rama dhe Lubia, të cilët ndërhyjnë në sherrin, në grinjen, në diskordancat midis dy partnerëve privat, dëshmojnë se partneri privat i treti vërtet janë ata të dy. Dhe mbi këtë bazë merr përsipër aktin e pashembullt të prishjes së kontratës me koncesionarin. Në një kohë kur koncesionari është i gatshëm ta përfundojë aeroportin në kohën e duhur dhe ta vërë në funksion. Me këtë akt, Edi Rama vetëm se zbulon veten e tij. Se ato aksione 40% të turkut, të kompanisë turke, ato janë për Ballukun, për Ramën dhe Ballukun. Sepse nuk mund të ketë një vërbëri, nuk mund të ketë një akt kurrë që qeveria të futet në zjarr dhe të marrë tani përsipër gjoba që mund të shkojnë edhe 500 milion euro. Nuk ka çmenduri më të madhe, por kjo bëhet sepse Edi Rama dhe Lubia janë aksionerët e vërtet të aksioneve të kompanisë turke dhe ata kanë përcaktuar për veten e tyre 130 milion euro biletat munguara. Çfarë ka ndodhur? Çfarë ka ndodhur ta dinë shqiptar? Nuk kam asnjë lloj sentimenti apo dëshire të ndërhyjë midis partnerëve. Gjithnjë ato janë probleme që zgjidhen me gjyq, me gjykata dhe me arbitrazhe. Por çfarë ka ndodhur? Dikush i thotë Edi Ramës si aksionet turke nuk janë tuajat. Dhe ky dikush nuk mund të jetë kush tjetër përveç se atij që ka 92% të aksioneve. Ndaj dhe këtij që de facto është në sherr me pretenduesin tjetër, jo me qeverinë. Ky s'ka asnjë lidhje me qeverinë. Pretendimin për aksionin ndaj tij e ka ortaku. Këtij i anullohet kontrata.
Pacolli është drejtor në 2 arbitrazhe. Në njërin arbitrazh kundërshton vendimin për revokimin e kontratës si një akt zuzar ndërkombëtar i pashembullt. Qeveria nuk ka asnjë bazë, zero bazë, të kërkojë revokimin e kontratës për një sherrë midis 2 ortakëve. Asnjë bazë. Dhe e dyta, në arbitrazhin ndërkombëtar në të cilën minimumi takspaguesit shqiptar për hir të çmendurisë së Edi Ramës, të babëzisë tij të papërmbajtur dhe Luvi Ballukut, do paguajnë rreth 500 milionë euro. Kjo është kur vërbohesh, kur babëzia të vërbon sytë dhe mendjen. E hapa këtë takim me ju, duke deklaruar se aeroportet janë si djegësat për Edi Ramën. Shkoni pak në aeroportin e Kukësit. A ju kujtohet kur zbarkonte Lubia me helikopter? Zbarkonte me helikopter, ktheni pak, ju lutem, tregojani shqiptarve. Të shohin monstrën, monstër është ajo, se si mashtronte kur zbarkonte me helikopter, erdha thoshte të bëj provë, se duhet bërë një provë para se të vijë avioni me qindra çuna nga Londra. Duhet bërë prova dhe shkoi kjo dhe bënte provën pilotja. Një monstër e vërteta më këto apo jo. Ku është aeroporti i Kukësit sot? Thoni pak. Ku është? Nuk ka asnjë pengesë. Klauzola që e pengonte aeroporti i Tiranës është e hequr. Nuk ekziston më. Aeroporti i Kukësit, dikush më thotë se poshtrohet në termocentral me panela diellore të tjerë në destinacione të tjera. Pra loja me aeroportet e Edi Ramës dhe Lubis është një lojë turfe, po me pasoja financiare shumë të rënda. Shkoj atje, e inauguroj aeroportin e Kukësit. Erdha tha se duhet bërë prova. Zbriti me helikopter aty në nxirja një pak, të shohin atë faqezez që mbrohet nga 33 mandate krimi. Nxirja një pak, ta shohin shqiptar dhe njerë monstrën e korrupsionit. Dhe tani ku është aeroporti? Tani janë aksionet